që prej ditës së sotme forcave të kërkimit të Shqipërisë për trupin e Jurgen Karajt i janë bashkuar edhe një ekip nga forcat e sigurisë së Kosovës. Kërkimet kanë rinisur nga vendi i aksidentit ku automjeti me të cilën udhëtonin Andi Losha e Jurgen Karaj përfundoi në zallën e fshatit Tars. Bashkë me forcat e FSK ishte edhe këshilltari i presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit, e cila është një herësh komandante e përgjithshme e FSK, Kreshnik Çollaku. Ky i fundit tha se kërkesës për mbështetje të gjitha institucionet e Kosovës janë përgjigjur pozitivisht me njëherë. Jam vetëm pak metra nga vendi ku ngjarja fatkeqe ndodhi, ku për shkak të një aksidenti Jurgeni 24 vjeçar u humb në ujërat e lumit Mat. Jam këtu sapo kemi mbritur me njësinë speciale të Forcës së Sigurisë së Kosovës me pajisje të posaçme për kërkim në New York. Unë ndjem dyfish i emocionuar sot se para jam si edhe një shpërfaqësues i këtij vendi, por dhe djali i kësaj treve, por gjithashtu edhe si këshilltar i presidentes Osmani. Kam shumë mesazhe, duhet ndaja shumë mesazhe sot. E para dhe në radhë të parë drejt për drejt një mesazh të presidentes Vjosa Osmani, e cila u investua energjikisht për të autorizuar dhe për të mbështetur arritjen e kësaj trupe speciale nga Forcat Armiqësore të Kosovës në Klos. I shpreh ngushëllimet familjes rreth parë, banorëve të Klosit dhe gatishmërinë që Kosova gjithmonë në krah të Shqipërisë, në këtë rast të Klosit, si vllau me vllaun në këto ditë të vështira. Sa do të qëndrojnë kërkimet? Kërkimet do të qëndrojnë për sa kohë të eksplorohet gjithë hapësira, gjithë vendi i ngjarjes apo nga pikpamja teknike, gjitha mundësitë do të shterohen. Pra nuk ka një kufizim në kohë derisa të arrijë rezultati me ndihmën e Zotit, sepse këto janë pjesë që takojnë edhe fatit në njëherë. Nga ana njerëzore ka rëndësi të shfrytëzohet çdo mundësi, çdo hapësirë që kjo të bëhet e mundur. Kush do t'i mbulojë shpenzimet, shteti shqiptar apo shteti kosovar? Shpenzimet janë të forcave të sigurisë Kosovës, mbulohen nga sigurisht qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës, patjetër dhe mbështetja e institucioneve vendore në Klos. Ngjarja e rëndë ka ndodhur më 10 janar, teksa 24 vjeçari Andi Losha e 30 vjeçari Jurgen Karaj po ktheheshin nga Klosi në shtëpi në fshatin Fullqet, por automjeti me të cilën udhëtonin doli nga rruga në vendin e quajtur Ure Halilit. 24 vjeçari arriti të dilte gjallë, ndërsa 30 vjeçari dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e ujit.